Në në fushën e koreografisë ka një mungesë të madhe, për të mos thënë që nuk ka botime studimor që kryesisht flasin për metodologjitë krijuese të artit koreografik, apo të flasin për shkencën e koreografisë, të flasin për folklorin në mënyrë shkencore, pra të ketë realizime të ekspeditave shkencore, pa mohuar faktin që para viteve 90 kanë ekzistuar veçanërisht tek folklori, por cilat kanë humbur sot dhe besoj që është e domosdoshme rishikimi, rivlerësimi, analizimi i tyre, ngritja e këndvështrimeve të ndryshme mbi veprat e ndryshme, studimi i stilistikave të ndryshme të krijimtarisë, të artistëve të ndryshëm, sepse deri me tani kryesisht librat që janë bërë edhe për personalitetet e artit koreografik janë më tepër biografi artistike dhe një rrëfim historik i veprës së çdo individi të saktuar, por mungon studimi i mirëfillt i stilistikës, i metodologjisë së secilit prej tyre, gjithashtu mungon studimi dhe realizimi i një studimi të mirëfillt të metodologjisë që duhet të kemi sot në Universitetin e Arteve, ndoshta për degën e koreografisë, një literaturë e munguar dhe bosh për studentët cilët ndjekin pra këtë fushë, mungojnë qoftë edhe vepra të përkthyer, të përshtatura nga shkollat koreografike botërore, qoftë edhe vepra të realizuara nga autorë shqiptar, koreograf apo kritik arti. Edhe pa diskutim mungon studimi i mirëfillt i kritikës edhe këndvështrimet estetike mbi koreografinë, dhe pa diskutim është e domosdoshme që të hidhet dritë në këtë drejtim dhe të lëvizet sa më shpejt për të realizuar pra edhe për